sepse ka automjet me 2013 sot që nuk regjistrohet, edhe mund me qenë në gjendje shumë ma të mirë, do më të kapshme, të akceptushme me ligjin, se sa një automjet i 2021-ës. Sepse ka kalu 300-400.000 kilometra këj 2021-ës, a i mund të mi pas veç 50.000 kilometra të kalume. Ju këni automjetet vjetra që kanë pak kalume, edhe katalizatore Euro 4 që ka pas qenë fushin atë ko, edhe me Euro 4 ligjet e Kosovës e akceptojnë. Këtu është gabimi, mendoj gjithmonë ka qenë gabimi që nuk kontrollohet shkaku, nuk parandalohet ndotja, po mundohet mu sanu. Qa du me thonë? Du me dalë të shëndetësia pak. Evropa ka problem komplet, jo vetëm Kosova, po Kosova është ndër vendet më të ndotëra, sidomos Prishtina për shkak të relevit edhe të motit. Mirë, po edhe qytetet tjera, Bosna gjithashtu, po gjitha shtetet që po konsumojnë qëmër, që po argjojnë qëmër, gjitha shtetet që nuk i kanë të kontrola që i përmenëm, kanë probleme me ndotje. Po këtu të regon edhe numri i vdekjeve dhe numri i njerëzve të sëmurë. Për shumë në Evropë strategjia e ma e re, sepse OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetit, i ka rigoroze këto vlera maksimalit lejuara, të vitit 2005 i ka ndru në 2021. Evropa po mundohet këto mi fut mbrenda, se direktivat janë ma të leta se OBSH-s, se kriteret e OBSH-s. Edhe ka parapon dhe në 2030, 55% të vdekjeve, nga 456.000 persona në Evropë që vdesin nga ajri, nga ndotjet e këtyne grimca, me zvoglu në 55%. Basa asaj që ka arrit 2021-2025, po del që dikon 33% ka arrit qëllimi. I duhet dhe në 2032 me qëto masa që ka, ne mujtë me arrit qëllimin e zvoglimit dhe vdekshmëris, do të pasojës. Edhe Kosova, do të thotë, ose Shqipëria është me dikun me 4.000 persona vdekur në vetë nga ajri, si pasojë e ndotis ajrit, kurse Kosova është mbi 1.500 vetë. Vetëm në vitin 2024 janë dhonat e institutit onkologjik, kanë dalë, do të thotë, janë identifiku mbi 3.650 persona me kancer. 3. Do të 3.600 janë shumë. Po, dikun 50% e tyre janë nga ndotja ajrit, jo të gjithë janë nga ndotja ajrit, se ka dhe nga ushqimi, nga mënyra jetesës e gjenetika, po si vjetë kanë qenë mbi 1.050 persona në Kosovë, që është shumë alarmante, sepse nëse e shumëzojmë këtë për këtë vite... Me qenë se thatë që çështja e industrisë familjare është shkaktar për i kryesorëve, përveç kekut, për a ka ndiku subvencionimi në eficienca të energjisë, pra subvencionimi klimave, këtyne gjanave që ngrohjeve që ka bërë qeveria vitin e kalumë dhe para 2 viti, a ka ndiku diçka pozitive dhe në çështjet ambientale? Sepse nëse është sot alarmante, ma alarmante sepse vitin e kaluar, kjo do të thotë që pas ka diçka. Në baza asaj që kam përcjell, do të thotë ndikim ma pozitiv ka pas mos me prepyje. Pozitivi është me rrujt pyjet, për asyri se njerëz kanë ikë druve. Do më drut nuk po ju shqitën njerëzve që merren me dru më pak, ose do që ju kanë largu, po këto masa nuk japin me në rezultate. Këto masa do të me qenë ma të fuqishme. Po i rëndojnë pastaj edhe nëse ju ndihmon me 10% qeveria, ose 20% është pak. Po i rëndohet dhe sistemi energjisë elektrike dhe pa tjetër që është të domosdoshme, sidomos familjet që po mbesin jashtë furnizimit me energji elektrike të përdorin pa tjetër edhe thëngjillin apo edhe mjetët tjera. Të s'pëgëm qef këtë mëngjes herët me qenë tepër rigoroz, po me pas 8 aman ishtë dashë një minister i mjedisit me thonë përgjithësi, pëse në vitin 2019 ishin parat për filtrat, 95 milion euro të Bankës Gjermane për filtrat e kekut Kosovës B, edhe nuk u vendosën, tash po folit për një tender 75 milion, 20 milion ma pak, do të thotë në 2026, se 25 a shkoj, dhe të njës tendere edhe ajo, do të thotë ka stagnu. Në di që në 2020 ka pas probleme Covidin edhe me tenderin, mirë, po 5 vjetë mi pas parate, mësë mi vendos filtrat dhe gjdo vit me vdek këty, minimi 500 njerëz nga ndotja ajrit, kjo është përgjësi penale në mërmendja. Pas e gjithashtu dhe me automjetet, 10 vjetë kontrolat, dhe më po ka automjet që që nuk ndot. Pastaj kontrolli peletit. Unë vëmendjen kam dëshiru që disa muj me sjell nga inspektoratet, sepse sigur nuk ekzistojnë inspektoratet. Nëse shkoni ju në një market, s'pja përmerne jam në ndërmat mëdhajve, mundi me vlerë një pelet shumë lirë, pelet të thjesht në thas, i cili e ka një